A dëshiron të zbulos si mund të gjesh klient që janë aktualisht besnik ndaj biznesit tënd? Atëherë, përpara se të presësh që të tjerë të blejnë nga ty, bëj këtë pyetje vetes. A do të doja unë të blija nga vetja ime? A do të isha unë vetë klient besnik ndaj biznesit tim? Nëse përgjigja ndaj kësaj pyetje nuk është po, pa diskutim, atëherë ke ende punë për të bërë. Shiko produktin dhe shërbimin tënd, duke parë ndërkohë dhe komunikimin dhe mënyrën se si prezantohesh. Vëre veten si klientin tënd për një ditë, duke pyetur dhe provuar në mënyrë që të analizosh dhe të identifikosh pikat ku ngec eksperienca. Pasi ti rregullosh këto pika, do të kesh një version që vërtet ja vlen t'i ofrosh të tjerëve. Dhe nëpërmjet panairit online, të gjitha çmimet dhe informacionet e produkteve të tua listohen në një vend, ku klienti mund t'i shohë ato në çdo kohë, ndërkohë që ti dukesh më i besueshëm dhe më profesional. Nëse je gati për ndryshim, komento test që të marrësh testin 10 pikësh, për të parë nëse biznesi yt është gati për të marrë klienta të rinj.